Me himnin kombëtar dhe me vargjet e fanolit, protesta e 18 kombëtare që kërkon ndërheqjen e Edi Ramës u mbajt në bulevardin dëshmorët e Kombit duke mbledhur bashk mijëra qytetar. Fillimisht, qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej me moton e njëjtë të çdo dite. Fokusi është dorëheqje, 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 dorëheqje. Një i moshuar tregoi për News 24 arsyen pse ka dalë në shesh. Unë jam me pension qesharak, minator i Valjesit. Këta për vetë janë, nuk din ku kanë pasurinë. Parin i mon veri. Çka mo? Kanë ngel mosha tret. Nga sheshi Skënderbej, me thirrjet Rama në burg, Berisha në burg, Rama jepet dorëheqjen, ata marshuan drejt kryeministrisë. Një prej organizatorëve kujtoi se Parlamenti Evropian kërkoi amendimin e ligjit për zonat e mbrojtura duke kërkuar moratorium. Në fjalën e tij, ai tha se ata dolën në shesh në fillim për zonat e mbrojtura, por tani janë në shesh dhe kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe vënien e tij para drejtësisë. Ne do të jemi këtu derisa ata që ka katandis situatën dhe vendin këtë pikë të përfundojnë prapa hekurave. Përsëri, si partit ju kërkojmë organeve drejtësisë hetim për kryeministrin. Në të njëjtën linjë ishte edhe një protestues tjetër që përmendi problematikat në fushën e kulturës. Ky jo vetëm ka menduar dorëheqjen, po ka menduar dhe ku do shkoj, ku do arratiset, se këtu nuk ka më vend. Jam këtu sepse arti dhe kultura në këtë vend është në ditën e saj më të keqe. Rama jepet dorëheqjen. Pensionistët që morën fjalën në protestë shpërfaqen problemet e moshës së tretë nga pensionet e ulta te sakrificat. S'ka lënë gjë pa korruptuar e pa komprometuar. Pensionistat në radhë parë po vuajnë për bukë e gojës, një pjesë e mirë, jo pak, po një pjesë e mirë, që nuk mori më shumë se 100.000 lekë të vjetrën muaj. Pra, ku do t'i përdorin ato 100.000 lekë? Do i përdorin për ilaçe, për qera shtëpie, për ujë, për drita, për qarë. Aktori Mehdi Malka kujtoi rëndësinë e kësaj grup moshe dhe rolin e tyre në shoqëri. Gjyshrit janë dhe kujtesa emocionale dhe historike e një populli. Për dashurinë jap jetë, po pra dhe unë jap dashurinë. Një thirrje prekës erdhi në shesh nga një i sëmur me kancer, i cili tha se si kanceri edhe korrupsioni janë sëmundje. Jam në sysh me këtë betejë kundër një pushteti që ka marrë frymën këtij populli. Dhe sot po ju flas si një njeri që prej 3 vitesh lufton me kancer. Por trupi im është në luftë me sëmundjen. Por shpirti im është në luftë me një kancer më të madh, me padrejtësinë, me korrupsionin dhe me shkatrimin e Shqipërisë. Duke cilësuar protestën si zemërim i qytetarëve të papërfaqësuar nga politika e lidhur me krimin, secili folës solli në vëmendje situatën në të cilën ndodhet Shqipëria. Një grup i madh të rinj parakaluan në protestë duke mbajtur 10 flamingo që tashmë janë kthyer në simbolin e kësaj revolte masive. Një fermer erdhi në protestë bashkë me tufën e tij pasi siç tha ai, qeveria i ka marrë ujin dhe kollotën dhe bëri thirrje për ndaljen e ekocidit ndaj natyrës. Unë kam një pyetje. Ju të kryeministria ka thonë se ka marrë një kopsh 4 milion euro. Ne ka marrë me ujë e me keta dhe me a ka ujë kryeministria këtu, se ne ka marrë ujë. Ashtu sikur se kanë bërë edhe 17 netet e tjera edhe këtë të mërkur, mijëra qytetar marshuan në rrugët e kryeqytetit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit.